Kur flasim për veten, në sensin trupor ose fizik, atëherë menjëherë vjen pa përveç pijes dhe ushqimit, lanxheve që ne kemi më së nevojshme. Ose para kësaj është edhe frymarrja, me marr frymë, pra ne duhet të dimë të marrim edhe frymë, sepse ne marrim frymë aq sa më mbijetu, mirë po jo sa të mbushemi edhe të funksionojmë ose të energjizohemi. Dhe pas frymarrjes do thotë menjëherë është pija dhe ushqimi, do thotë që trupi jon i ka të nevojshme ose të domosdoshme. Dhe mas kësaj është gjumi. Gjumi është shumë i rëndësishëm sepse për vetë faktin që ne flem në gjumë ose i kalojmë disa orë gjumë, atëherë ne para përgatitemi për ditën e ardhshme që të jemi më aktiv ose që të jemi më të kthjellë. Pse? Sepse gjithë ato informacione të cilat i kemi absorbu ose truni jon i ka absorbu, qoftë edhe pa vetdijen tonë, atëherë ato në një farë mënyrë kanë nevojë që me u përpunu. Zaten edhe jo rastisht ne edhe shohim ëndra, sepse ëndrat në një farë mënyrë i procesojnë çto dinamikat me të cilat na jemi përballë. Qofshin ato pozitive, po qofshin edhe negative. Shpeshherë për shembull dikush mundet me thonë se si ëndra për shembull kur ne jemi në gjumë, mundet me pas një aspekt ose një efekt pozitiv përderisa ëndra mundet me qenë shumë e tmerrshme ose mundet me qenë ndonjë makth. Shpeshherë ëngthet tona të cilat i kemi gjatë jetës së përditshme, ato shndrohen në makthe gjatë natës. Pra, nëse gjatë ditës ne nuk po arrijmë me i përballë çato situatat konfliktuoze ose çato qofshin ndoshta edhe traumatike, atëherë shpeshherë truni jon don me i përpunu ato dhe i përkthen në simbole ose simbolika të ndryshme të cilat mund të jenë edhe shumë të frikshme. Ani pse pamjet për shembull në ëndër mund të jenë shumë të frikshme, shpeshherë për trunin ato janë vetëm një relaksim sepse po i proceson. Në rast se nuk kishte me i procesu ato, atëherë ëngthi jon kish me qenë gjatë ditës shumë më i madh. Kështu që gjumi ka një rëndësi shumë të madhe për funksionimin e njeriut, për atë edhe ndoshta është me rëndësi shumë që me pas një kujdes të veçantë për gjumin, sidomos për kohën se sa orë gjumë bën. Për shembull për një moshë rritur llogaritet që 6 deri në 8 orë do thotë t'i ketë me gjumë. Nëse bëjmë ma pak se 6 orë gjumë, ose nëse gjumin e kemë me ndërprerje, ose kemë çrregullime të gjumit, atëherë normalisht që edhe funksioni jon ditor ka me qenë shumë më problematik, sidomos në aspektin emocional. Zakonisht për shembull kur ne kemi çrregullime gjumi, kur ne nuk kemi gjumë të rahatshëm dhe kjo vazhdon do thotë çdo natë me radhë, atëherë ne kemi me pa të vetes që kemi me pas një disbalans emocional, një disocim emocional, herë kemi mundi shumë mirë, herë kemi mundi shumë keq, edhe kemi me pas ndryshime të shpeshta të emocioneve edhe brenda dite. Ani pse ndryshimet emocionale brenda dite janë në sensin e zakonshëm janë normale, sepse na jemi njerëz, mirë po nëse shohim që janë me intensitete shumë të larta, atëherë kjo vjen shpeshherë si pasojë edhe çrregullimit të gjumit ose mos bërjes së gjumit të rahatshëm.